Teci i Vlorës vijon të mbetet me dyert të mbyllura edhe gjatë të vitit të 2026, por ta hyrëse e kyçur me zinxhir dhe dry simbolizon më së miri realitetin 15 vjeçar të një projekti që dikur u promovua si zgjidhja kryesore për përmirësimin e situatës energjetike në vend. Që nga përfundimi i ndërtimit në vitin 2011 e deri më sot, centrali nuk ka prodhuar as dhe 1 kilowatt energji, ndonse Shqipëria ka përjetuar në vite periudha me nevoja të larta për furnizim me energji elektrike. Ndërtimi i Tecit kushtoi rreth 130 milion euro, pa përfshirë fondet e mëvonshme të shpenzuara për mirëmbajtje dhe përpjekjet e përsëritura por të pasuksesshme për ta vënë në punë. Një prej projekteve më madhore i cili u parashikua se do t'i ndryshonte realitetin e furnizimit me energji elektrike qytetit të Vlorës, duke bërë që ky qytet bregdetar për shkak edhe të zhvillimit të tij mos të kishte më nevojë për energji. Është edhe Teci i Vlorës, i cili përgjatë vitit 2026 ende nuk funksionon dhe nuk është vendosur asnjë ditë të vetme në funksion. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, një zinxhir i lidhur me dryn tregon qartësisht që në brendësi të tij nuk mund të futesh, por nga ana tjetër edhe ky Tec i Vlorës nuk funksionon tashmë prej vitesh, çka tregohet qartësisht edhe nga pamjet pas shpinës time. 15 vite jashtë funksionit kanë sjellë amortizimin e një pjese të konsiderueshme të impantit. Disa komponentë janë dëmtuar nga mungesa e mirëmbajtjes, ndërsa të tjerë kanë dalë jashtë funksionit pa u përdorur asnjëherë. Gjatë kësaj periudhe janë përmendur arsye dhe pengesa të ndryshme që kanë pamundësuar vënien në funksion të Tecit. Ndërkohë, në vite Shqipëria ka kryer investime shtesë dhe ka shpenzuar shuma të konsiderueshme për importin e energjisë elektrike, ndërsa Teci i Vlorës ka mbetur i papërdorur.